kjo është iniciativë e Këshillit Drejtues, Këshillit të Prindërve dhe vetë shkollës Pavarësia. Një ditë para ditës së tokës që kemi filluar po i paraprim aktiviteteve për pastrimin e planetit, me kapacitetet që ne kemi, ta mirëmbajmë, të kujdesemi për të. Në kuadër të pastrimit jemi mobilizuar me nxënës dhe staf të shkollave që të pastrojnë për te oborët të shkollës edhe 2 rrugë në afërsi të shkollës ku ka gravitim më të madh të nxënësve dhe po ashtu të mbjellim edhe 2 drunj dekorativ sa për të shënuar edhe në formë simbolike. Mesazhi jon është që një pjesë e popullatës nuk janë të vëdësuar sa dihet, s'po them veç popullatës, por një pjesë shumë e madhe, kështu që do të kenë edhe mbështetjen tonë që të krijon sa më pak vende të mbeturinave, se po kemi shumë problem, sidomos kjo lagja jonë është jashtë normales. Kemi vendosur për të mbajtur pastërtinë më shumë, për më mësuar të tjerë më të voglit se si mbahet pastërtia. Për me mbajtur pastërtinë në shkollës më mirë. E kena pas çdo vit.